Bashkisë Durrës dhe Njësisë Administrative Sukt i shtuan një tjetër shkollë e re, një investim i rëndësishëm për komunitetin e kësaj zone. Punimet për ndërtimin e shkollës së re në Vadardh po ndiqen nga afër, duke i dhënë prioritet krijimit të një infrastrukture moderne arsimore. Institucioni i ri do të përfshijë 4 laborator, një auditor, një bibliotek, një palestër dhe një terren sportiv rekreativ, duke ofruar kushte optimale për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Ky investim është thelbësor për nxënësit që jetojnë në këtë zonë, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e arsimit dhe zhvillimin e tyre akademik. Për më tepër, ky është objekti i 6 arsimor i ndërtuar rishtas në këtë njësi, duke dëshmuar angazhimin për zhvillimin e infrastrukturës arsimore në Sukt. Punimet për ndërtimin e kësaj shkolle u ndoqën nga afër dhe nga kryebashkiakja e Durrësit, zonja Emirjana Sako, e cila u shpreh se Durrësi do të ketë edhe shumë investime të tjera në të mirë të komunitetit.